Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendon se është i hapur për të arritur një marrëveshje me Kosovën, mirëpo sipas tij e njëjta duhet jetë në një zgjidhje kompromisi dhe jo e njëanshme. Vučić në intervistën me Donald Trump Jr. në platformën Rumble nuk foli për zbatimin e marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksin e orit të arritur në vitin 2023, por tha se Serbia është në presion të madh për çështjen e dialogut. Ndryshe nga ata nga Prishtina, unë nuk do t'i kritikoj ata dhe nuk do ta shfrytëzoj këtë mundësi për të thënë diçka të keqe për ta. Dua të them se ne ende jemi në një presion të madh për këtë çështje. Të gjithë apo shumë njerëz duan të dëmtojnë integritetin tonë territorial, kushtetutën dhe gjithçka tjetër, por e vërteta është se ne gjithmonë kemi qenë të hapur për të arritur një konsensus ose një marrëveshje midis nesh dhe Prishtinës, por kjo duhet të ishte ose duhet të jetë një zgjidhje kompromisi, nuk mund të jetë e njëanshme, tha Vučić. Përkundër arritjes së marrëveshjes së Brukselit, Serbia nuk ka ndërmarrë asnjë hap për zbatimin e saj, madje në fund të vitit 2023 përmes një letre dërguar në Bruksel, ka dëshmuar se nuk zbaton pikat e caktuara të saj ku njihet de facto shteti i Kosovës.